Jemi kurioz të mësojmë më shumë rreth idesë, thot kryeministri Christian Mickoski në lidhje me propozimin e kancelarit gjerman Friedrich Merz për integrimin gradual në Bashkimin Evropian. Kryeministri u shpreh se i kanë dëgjuar këto ide për një kohë të gjatë dhe nuk mund të thot asgjë derisa të bëhen zyrtare. Kancelari Merz shtoi ai njoftoi për këtë zhvillim të ngjarjeve në procesin e Berlinit vitin e kaluar në Vjesht. Unë e kam komentuar edhe atëherë se do të ketë propozime të reja, mundësi të reja në rajon. Kështu që ajo që mund të them në këtë pikë është se jemi kurioz të mësojmë më shumë rreth idesë. Supozoj se kjo do të ndodhë në samitin që do të kemi tani në Tivat, nga 4 deri më 5 qershor. Do të jem atje dhe mezi pres të dëgjoj këtë koncepte dhe ide. Meqense do të kemi më shumë përmbajtje, atëherë do të jemi në gjendje të flasim publikisht. Lidhur me vizitën e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në RMV, Mickoski theksoi se ai gjithmonë ka qenë konstruktiv në kërkimin e një zgjidhje për, siç e quajti ai, kërkesën artificiale nga një shtet antar i BE-s. Shpresoj se do të vazhdojmë në atë drejtim në të ardhmen dhe jam i sigurt se me pranimin e tij këtu dhe gjatë takimit ton dypalësh edhe më pas në darkën e punës do të jemi në gjendje të shkëmbejmë më shumë ide për të parë nëse dhe si mund të kapërcehet kjo çështje. Se përket çështjeve bilaterale me Bullgarinë, kryeministri u shpreh se në këtë moment nuk e ka ndërmend të lëvizë qendrim asnjë milimetër dhe se nuk ka ndërmend të plotësojë dëshira, siç deklaroi ai.